atëherë unë do të kem një rezultat në fund. Kjo është fuqia që ka disiplinimi. Në rast se neve sot shkruajmë nga një faqe vetëm të një libri, në fund të vitit do të kemi 365 faqe. Gjëra të vogla, të bëra mirë çdo ditë për një kohë të gjatë, 1, 2, 3, 4, 5 muaj, vite, ku do t'ju çojnë? Këtë mendoni gjithmonë sa herë që nisni të bëni diçka. Mos prisni rezultate kështu si me magji, dhe as mos u dekurajoni të thoni unë nuk jam e talentuar, unë nuk jam aq e zonja sa motra ime, sa vlla im, sa kushërinjtë e mi apo sa shoqja ime për ta bërë atë gjë mirë, por përsëritini këto gjëra çdo ditë me besimin se ju do t'ja dilni, pra manifestojeni atë gjë që ju doni ta bëni, sikur tashmë e keni bërë dhe e keni arritur. Dhe në fund të një periudhe kohe, do shikoni se sa shumë pas keni ecur, dhe sa shumë keni arritur, dhe sa të zotë jeni, dhe sa të dobishëm do ndiheni. Ju përshëndes.